Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët në emisionin ton. Një hapësirë ku çdo javë përpiqemi të ndalemi pak nga ritmi i shpejtë i jetës dhe të reflektojmë mbi gjërat që vërtet kanë rëndësi për shpirtin ton. Sot kemi zgjedhur një temë që ndoshta në pamje të parë duket e thjeshtë, por në realitet prek jetën e çdo të riu. Misia e vërtet. Si të dalloj shoqërinë që më afron me Perëndin. Dhe shpresë të vërtet për shpëtim, madje nga paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Në jetën tonë, pak gjëra kanë aq ndikim sa njerëzit me të cilët kalojmë kohën tonë. Mund të mos e vëmë re menjëherë, por shoqëria formon mënyrën se si mendojmë, se si flasim, se si reagojmë dhe madje si e shohim jetën. Ka një thënie të vjetër që thotë: "Më thuaj me kërri dhe do të them kush je duke u bërë." Ndoshta nuk jemi plotësisht ata që jemi sot, por jemi në proces formimi nga njerëz rreth nesh. Dhe pikërisht këtu lind pyetja: apo më ndihmon shoqëria ime të bëhem më afër Perëndis, apo më largon pa e kuptuar? Sot do të përpiqemi të kuptojmë këtë jo me frikë, por me urtësi, jo për të gjykuar të tjerët, por për të kuptuar veten. Shkrimi i shenjtë thotë: "Nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm." Që në krijim, Perëndia e vendos njeriu në marrëdhënie. Pra, misia nuk është vetëm një zgjedhje dytësore, është një pjesë e natyrës sonë. Njeriu ka nevojë për tjetrin, ka nevojë për dikë që ta dëgjojë, ta kuptojë, ta inkurajojë. Sidomos në rini, misia bëhet dhe më e fortë, sepse është koha kur formohet karakteri, mendimet dhe drejtimi i jetës. Por jo çdo marrëdhënie është njësoj. Ka miq që japin dritë, ka miq që të marrin dritën pa e kuptuar, ka miq që të ndihmojnë të rritesh, dhe ka miq që të mbajnë në vend. Prandaj kisha nuk na thot mos u shoqëro me askënd, por na thot mëso të dallosh. Shumë herë mendojmë se ndikimi i shoqërisë ndodh vetëm kur dikush na shtyn drejt për drejt të bëjmë diçka. Por në realitet, ndikimi më i fortë është ai i heshturi. Nuk ndodh me një herë, ndodh ngadalë, fillon me shaka të vogël, pastaj me mënyrën e të folurit, pastaj me mënyrën e të menduar. Edhe një ditë, pa e kuptuar, njeriu fillon të ndryshojë. Nuk është më i njëjti. Shën Vasili i Madh thoshte: "Shpirti formohet nga shoqëria që zgjedh." Kjo është shumë e thellë, sepse njeriu nuk është neutral. Ai ndikohet. Prandaj pyetja nuk është vetëm a më pëlqen kjo shoqëri, por çfarë po bëhem përmes kësaj shoqërie? Shkrimi i shenjtë na jep shembuj të bukur misie. Një nga më të fortët është Davidi dhe Jonatani. Jonatani e donte Davidin jo për interes, por me zemër të pastër. Ai madje e mbrojti edhe kur ishte e rrezikshme për të vetë. Kjo është mirësia e vërtet. Mirësia e vërtet nuk është egoiste. Ajo nuk pyet vetëm çfarë përfitoj unë, por çfarë është e mira për ty, dhe Krishti vet thotë: "Ju quajta miq." Kjo është një nga fjalët më të forta në Ungjil. Zoti i universit nuk na quan shërbëtor, por miq. Pra misia nuk është vetëm njerëzore, ajo është edhe shpirtërore. Ola, etrit e kishës flasin shpesh për ndikimin e shoqërisë, sepse ata e dinin shumë mirë sa lehtë ndikohet zemra e njeriu. Një shoqëri e mirë të afron me lutjen, të nxit të jesh i ndershëm, të ndihmon të mos humbasësh veten. Një shoqëri e gabuar të largon nga këto gjëra pa e kuptuar. Nuk është gjithmonë dramatike, shpesh është shumë e thjeshtë. Thjesht fillon të lësh pas dore gjërat shpirtërore. Fillon të mos lutesh, fillon të mos mendosh për Perëndin. Dhe ngadalë zemra ftohet. Tani le ta bëjmë shumë praktike. Si mund ta kuptoj në jetën time nëse një shoqëri është e mirë? Mund të pyes veten, a më bën kjo shoqëri më të qetë apo më të shqetësuar? A më ndihmon të jem më i ndershëm apo më i çthirur? A më afron me Perëndin apo më largon? A më respekton si person apo më përdor? A mund të jem vetvetja apo duhet të ndryshoj për t'u pranuar? Misia e vërtet
nuk të detyron të humbasësh veten. Ajo të ndihmon të gjesh veten. Jay, do doja të ndaja një histori ku një i ri kishte një shoqëri që e çonte gjithmonë në rrugë të gabuar. Ai e ndjente këtë, por kishte frikë të largohej. Një ditë shkoi tek një atë dhe i tha: "Kam frikë se do t'i humbas shokët nëse largohem." Ati e pa dhe i tha: "Po nëse i mban dhe humbet veten?" Kjo fjalë e tronditi, sepse ai kuptoi diçka të rëndësishme. Jo çdo marrëdhënie që të bën të ndihesh pjesë e një grupi është e mirë për shpirtin tënd. Të dashur dëgjues, zgjedhja e shoqërisë nuk është gjë e vogël, është pjesë e rrugës shpirtërore, sepse njeriu formohet çdo ditë nga ata që e rrethojnë. Por kisha nuk na lë në frikë, ajo na jep urtësi. Na mëson të mos gjykojmë, por të dallojmë. Na mëson të duam, por edhe të ruajmë shpirtin. Dhe mbi të gjitha, na kujton se misia më e fortë është ajo me Krishtin. Sepse kur ai është në qendër, edhe misit njerëzore marrin kuptimin e tyre të vërtetë. Misia nuk është thjesht shoqëri, është ndikim, është rrugë, është formim. Prandaj, le të jemi të kujdesshëm, jo me frikë, por me urtësi. Le të kërkojmë shoqëri që na ndihmon të bëhemi më të mirë, më të pastër dhe më të afërt me Perëndin. Dhe nëse ndonjëherë ndihemi të humbur, le të kujtojmë se Krishti është miku që nuk na braktis kurrë. Shën Agustini tregon në rrëfimet e tij se sa shumë e vlerësonte miqësi në rini, por dhe sa shpesh ajo ishte e paqëndrueshme kur nuk ishte bazuar në të vërtetën dhe virtytin. Ai shkruan: "Pa një mik, asgjë nuk ishte e këndshme në këtë botë. Por ai shton dhe një ide. Miqësia e vërtet mund të ekzistojë vetëm atje ku është dashuria e vërtet për Zotin. Sipas tij, miqësia që bazohet vetëm në interes ose kënaqësi kalon shpejt." Shën Vasili i Madh kishte shumë miqësi me Shën Grigorin. Ata studiuan së bashku dhe u ndihmuan shpirtërisht për gjithë jetën. Ai thotë: "Asgjë nuk është më e çmuar se një mik që të çon drejt virtytit. Dhe gjithashtu, miku i vërtet është ai që të ndan me ty jo vetëm gëzimin, por dhe dhimbjen dhe të ndihmon të bësh më i mirë. Miqësia sipas tij është rruga shpirtërore, jo vetëm shoqëri." Shën Joan Gojarti thonte: "Miqtë e vërtet janë më të vlefshëm se pasuria." Ai ishte shumë i drejtë për drejtë dhe kritik ndaj miqësive të rrema. Thoshte: "Më mirë të kesh një mik të vërtet se sa shumë miq të rrem." Dhe ai që të lavdëron në gjithçka nuk është mik, por lajkatar. Sipas tij, shoqëria e vërtet tregon të vërtetën edhe kur dhemb. Do doja t'i referosha historisë së miqësisë së Shën Vasilit dhe Shën Grigorit, që është një nga shembujt më të bukur të shoqërisë së vërtet në Edrit e Kishës. Ata u takuan në rini gjatë studimeve në Athinë, një nga qendrat më të mëdha të dijes në atë kohë. Të dy ishin shumë të afërt, por dhe shumë të përqendruar në jetën shpirtërore, gjë që i dallonte nga studentët e tjerë. Në Athinë, ata jetonin si shok dhome dhe kalonin shumë kohë duke studiuar filozofi dhe retorik. Diskutuar për Zotin dhe për jetën e vërtetshme shmang zbavitjen boshe të qytetit. Shën Grigori shkruan më vonë se ata njihnin vetëm dy rrugë, rrugën për në shkollë dhe rrugën për në kishë. Ajo që i lidhte nuk ishte thjesht studimi, por dëshira për jetën e pastër shpirtërore, dashuria për të vërtetën dhe përgatitja për Zotin. Shën Grigori thot për Shën Vasilin, e njihja si një shpirt të lartë që më tërhiqte drejt së mirës. Provë e miqësisë së tyre. Kur mbaruan studimet, shumë miqësi të asaj kohe u prishën, por Shën Vasili u tërhoq në jetën asketike, ndërsa Shën Grigori gjithashtu u bë udhëheqës shpirtëror. Dhe pse jetonin larg, ata i shkruanin njëri tjetrit, këshilloheshin dhe mbështeteshin në vendimet e vështira. Në një moment të vështirë, kur u ngritën në debate në kishë, miqësia e tyre u vu në provë. Dhe pse kishte tensione të përkohshme, ata nuk e prishën lidhjen shpirtërore. Në fund, dashuria dhe respekti i tyre mbeti më i fortë se mosmarrveshjet. Shën Grigori, pas vdekjes së Shën Vasilit, shkroi fjalë prekse për të. Ne ishim dy trupa, por me një shpirt të vetëm. Çfarë na mëson kjo histori? Miqësia e vërtet ndërtohet në virtyt, jo në interes.
Ajo mbjeton edhe kur jeta ndryshon. Miqtë e vërtet e ndihmojnë njëri tjetrin të afrohen me Zotin. Pra, ajo që mësuam sot është se misia e vërtet nuk të largon nga Perëndia, ajo të çon tek ai. Siç na kujton kryepiskopi i lumur Anastas, njeriu nuk formohet vetëm nga ajo që di, por nga marrëdhëniet që jeton çdo ditë. Në frymën e mësimeve të kryepiskopit Anastas, çdo marrëdhënie matet me dashurinë. A ndërton kjo dashuri apo e dobëson atë? Të dashur dëgjues, ju falenderojmë që ishit me ne në këtë emision. Miru dëgjofshim në emisionin e radhës. Hetur e vrare dërmuar, drejtimanin të përshpëtim. E janë o miqtë e mi në limanin e Zotit tim, atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Të dashur të rinj, ju ftojmë të merrni pjesë në aktivitetet tona javore, të cilat zhvillohen pranë Katedrales Ortodokse Ngjallja e Krishtit. Ditën e hënë, ora 18, organizohet studimi biblik, me qëllim thellimin e njohjes mbi shkrimin e shenjtë dhe forcimin e jetës shpirtërore. Ditën e njëjtë, ora 18, zhvillohen takime me tema shpirtërore, me pjesëmarrjen e të ftuarve të ndryshëm, të cilët trajtojnë çështje të rëndësishme për jetën dhe formimin e të rinjve. Ditën e diel, pas përfundimit të liturgjisë hynore, organizohet takimi të rinjve tek salla e rinisë, ku zhvillohen biseda dhe aktivitete shpirtërore dhe sociale. Pjesëmarrja është e hapur për të gjithë të rinjt. Jeni të mirëpritur. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim.